Mirë, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë të nderuar teleshikues, do ndalemi tek të tjera zhvillime, fillimisht do ndjekim insertin dhe pas rikthehemi me të ftuar. Të nderuar kolegë deputet, ka një shprehje që kush harron historinë është i detyruar ta përsërisë atë. Për fatin e keq apo të mirë, një pjesë e juaja nuk e ka njohur atë kohë, atë histori dhe atë marrëdhënie. Dhe kur duart trokisni nuk dini se çfarë duart trokisni. Për më tepër kur në këtë sallë në vend që të bashkohemi ndajemi për një gjë që ka të bëjë me interesin ton kombëtar. Në qoftë se doni ta dini, një kom, një qëndrim është qëndrimi i kësaj mazhorance. Kërkesa e zotit Berisha e kësaj djathe për të njohur pavarësinë e Kosovës dhe shtetin e Kosovës. Bashkëpunimi me çdo qeveri të Kosovës pavarësisht të majt apo të djathtë me këdo lider të Kosovës. Po le të vijmë tek çështja. Ky kuvend jo vetëm duhet flasë për genocidin, por duhet shtoj në këtë rezolut për genocidin edhe lirimin e menjëhershëm të liderëve të UÇK-s, sepse janë pjesë e historisë që po përpiqet shtrembrohet pikërisht për t'i kthyer viktimat në kriminal dhe kriminal. Mirë, kemi ndjekur insertin dhe sot për diskutuar mbi këto zhvillime dhe të tjera kam kënaqësinë të kem të ftuar ditën e sotme zotin Alfred Halilaj, profesor. Ju përshëndes. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Zotja Halilaj, do doja ta nisja me insertin që sapo dëgjom së bashku, pra ashtu si e patë edhe ju Partia Demokratike refuzoi pra të marrë pjesë në protestën me arsyetimin se aty do të ishte edhe kryeministri i vendit tonë pra Edi Rama. A ju duket kjo si një justifikim apo nga ana tjetër është edhe mungesë guximi sigurisht për të mbrojtur çlirimtarët, sepse duket se refuzimi i Partisë Demokratike ka ngjallur edhe më shumë debate. E parë kështu në këtë mënyrë siç trajtohet, rezultati është ky. Por po ta shikojmë pak më me detaje, edhe kryeministri i Shqipërisë në një farë mënyrë mezi që priste që të mos ishte aty. Pra, dy liderët kryesor në vend kanë zgjedhur që të mos jenë në këtë tubim protest, dhe shkaqet mendoj që mund të jenë pak më të mëdhaja, pra pavarësisht se na duket sikur s'ka komunikim, por që mund të ketë një komunikim disi më strategjik, unë kështu të paktën e lexoj, në mënyrë që të mos rezultojë që shteti shqiptar institucionalisht të mos jetë i përfshirë në një protestë e cila niset nga ish veteranët e luftës për të mbrojtur ushtrinë çlirimtare të Kosovës si një nocion dhe për të mbrojtur të burgosurit politik që ndodhen sot në Hagë. Pra, unë dua ta lexoj në këtë mënyrë, sepse në një pavarësisht nuancave dhe pavarësisht problemeve që kanë pasur partitë politike në vend, dhe pavarësisht dëshirës së tyre për t'i përdorur politikisht protestat që lidhen me nacionalizmin dhe kombëtaren, mendoj që në këtë rast kanë qenë disi më të kujdesshëm. Sigurisht nuk mohon historikun e raporteve të secilës parti me Kosovën, me luftën, sepse i ka qelluar që në kohë të ndryshme njëra palë apo pala tjetër të jenë në pushtet dhe secila tashmë e ka të shkruar historinë e saj në raport me qëndrimet që kanë mbajtur ndaj Kosovës në tërësi. Gjithsesi, unë mendoj se nëse do të kthehemi pastaj edhe mënyrën se si po instrumentalizohet, ka përtej asaj politikës makro të rënjes dakord, pra që shteti të jetë i kujdesshëm dhe institucionet janë kujdesshme në përfshirjen drejt për së drejti në këtë protest, në të nëndheshmen e saj, ashtu siç i ka mesazhet politika, palët kanë kërkuar sigurisht që të përfitojnë nga kjo protest. Partia Demokratike inicioi një rezolut, të cilën për hir të vërtetës nuk e ka për herë të parë, pra Partia Demokratike disa herë ka sjell rezolutën për dënimin e krimeve serbe ndaj shqiptarëve të Kosovës, por Partia Socialiste e ka refuzuar pikërisht për të mos i dhënë kapitalin e nevojshëm politik.
Partia Socialiste e pa si një mënyrë për të shfrytzuar në të nëndeshme atë mungesë që e ka në subkonsciencën e saj historike në raport me qëndrimet ndaj Kosovës, kështu që e pa në të nëndeshme të secila palë u përpoq të përfitonte siç i ka ligjësitë e liga politika, por nga ana tjetër mendoj që rezultati ishte që në atë protestë morën pjesë të majtë të djathtë, unë njoh kam shumë miq të cilët morën pjesë dhe e shprehën solidaritetin me luftën e drejtë të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe me solidaritetin me të burgosurit tërësisht politik që ndodhen sot në Hag, njerëzit që ishin jo vetëm udhëheqësit e luftës, por edhe ata që ndërtuan shtetin e ri të Kosovës, e cila sot për hir të vërtetës edhe fal tyre është në një nivel shumë herë më të lartë demokratik se sa edhe vendet e rajonit. E qartë. Zoja Lili, nga ana tjetër, Fatmir Mediu ishte ai që tha pra se do të jem aty ku është Kosova. A mendoni se ky qëndrimi i tij pra e nxjerr më shqiptar, po i shuaj në thonjza se gjithë klasën tjetër politike të Tiranës, pra qëndrimi i Mediut duket nga njëra anë se vendos kauzën kombëtare mbi interesat partijake. Po kjo nuk kjo është një mënyrë për ta shfrytzuar, unë e citova edhe më lart. Zoti Mediu dhe të gjithë politikanët shqiptarë dinë shumë mirë se çështja kombëtare shqiptare nuk është as në dorën e tyre. Ata nuk kanë detyrim përcaktim qëndrimin e tillë. Po të shikoni me kujdes edhe dy liderët kryesorë, edhe profesor doktor Sali Berisha, edhe Edi Rama. Ishin shumë të kujdesshëm në qëndrimet e tyre dhe mbajtën qëndrim pro kësaj proteste, dënuan një herazi, genocid, burgosjen në Hag dhe dënuan njëkohësisht edhe barazimin e xhelatit me viktimën dhe ishin në një zë. Pra nuancat të cilat politikanët i shfrytëzojnë janë nuanca lokale, nuk kanë asnjë mundësi tjetër asnjë politikan shqiptar në të gjitha trojet të mbaj qëndrim tjetër përveç se këtij qëndrimi. Dhe zoti Mediu nuk ka bërë ndonjë heroizëm në këtë rast, por ka shpreh atë çka është qëndrimi unik i gjithë politikanëve pavarësisht nivelit të tyre, pavarësisht çfarë përfaqësojnë ata. Nuk mund të ndodhë ndryshe. Pastaj, po ndodhi ndryshe, ne kemi kushtetutë, kemi ligje të cilat marrin në analizë, vlerësojnë edhe qëndrimin kombëtar apo antikombëtar që ne kemi të shprehur në qëndrimin tonë shtetëror. E qartë, por ndërkaq kemi pasur edhe një përplasje, ndoshta jo të drejtë për drejtë midis lëvizjes vetëvendosje edhe kryeministrit shqiptar Edi Rama, pra ku ky fundit i është përgjigjur se vetëvendosja nuk e njeh asimin e Kosovës tot 10 vite më parë. Si lexoni këtë deklaratë? Tani në këtë vrasht, kryeministri Rama dhe zoti Kurti duket që nuk kanë marrëdhënie të mira. Dhe kjo është një gjë evidente, fatkeqësisht është evidente, fatkeqësisht është pasqyruar edhe në të gjithë aktivitetin ndërshtetëror të këtyre viteve. Kjo është në fakt e papranueshme. Përgjegjësinë për këtë e kanë të dyja palët, por unë mendoj që përgjegjësinë më të madhe e mban kryeministri i Shqipërisë. Është ai i cili do duhet të ndërtonte të gjithë udhën e bashkëpunimit mbar kombëtar, ashtu siç i takon dhe siç i ka hije kryeministrit të Shqipërisë. Ndaj e gjykoj të parësyeshme që ky konflikt i nisur nga, po them, nevoja politike të lojës cinike politike, të garës se kush ka më shumë mbështetje në nivel kombëtar nacionalist, e ka bërë këtë pozicionim të tyre shumë të dëmshëm. Ndaj, qëndrimet e tyre, respektivisht
për ato protestë ishin, mendoj, të tepërta, qoftë ndaj njëri tjetrit, por qoftë edhe ndaj popullit shqiptar dhe luftës kombëtare shqiptare në tërësi, sepse në fund të fundit qëndrimet e tyre janë institucionale. Pra nëse në rastin kur dy liderët kryesorë në Shqipëri, pra qoftë Rama, qoftë Berisha, ishin shumë të kujdesshëm dhe vlerësuan etj, pra ishin shumë të kujdesshëm me qëndrimet e tyre, në rastin e Kurtit, ky ballafaqim publik Kurti Rama është i papranueshëm. Ne nuk mund ta legjitimojmë këtë, pavarësisht nëse bëhet për të përshfaqur instinktet e tyre politike apo impotencat politike që ka njëri apo tjetri ndaj çështjes kombëtare shqiptare. Ndaj është e papranueshme, e gjykoj që është shumë e dëmshme dhe gjykoj që nevoja për të shfrytzuar politikisht duhet të mënjanohet në mënyrë që shqiptarët të ndihen të paktën të paqët me çfarë kanë realizuar dhe të mos tërhiqen nga pozicionimi i tyre i drejtë dhe për t'i ndihmuar në mënyrë të drejtë për drejtë ata që sot po vuajnë dënimin në mënyrë të pamerituar. E qartë. Zoja Lilej, për të mbyllur këtë çështje të parë, mendoni se nëse sot Hashim Thaçi do të ishte i lirë, do të qëndronte në heshtje apo do të fliste përballë kësaj përçarje që po ndodh mes shqiptarëve? Po unë nuk do ta quaja përçarje, unë do ta quaja sepse është shumë e madhe kjo. Domethënë qëndrimet politike të përfitimit politik momental nuk mund të jenë përçarje midis shqiptarëve. S'mund të jenë, sepse ne fenomene të tilla kemi pasur gjatë historisë tonë shekullore, që kur ka ndodhur ndarja e trojeve shqiptare, individë të caktuar që në momente të caktuara kanë mbajtur poziciona apo poste të caktuara, edhe kanë bashkëpunuar deri atje sa kanë bashkëpunuar dhe me pushtuesit. Por nuk e ka bërë kurrë konceptin e unitetit të kombit shqiptar në raport me situatat, pavarësisht se historia e deshi që ne të jemi të ndarë në këtë mënyrë, në mënyrë të padrejtë, në të paktën 4 shtete, një kombi vetëm, për të mos thonë 5 dhe 6, që është e padrejtë, kjo është historia jonë, por nuk kemi pasur kurrë përçarje në raportin e popullit dhe të vetdijes dhe të kombit në raport me ato se çfarë ne duam, çfarë përfiturojmë si të përbashkëtën tonë. Ndaj qëndrimet politike momentale nuk mund i shikojmë si përçarje, por ama mendoj se edhe zoti Thaçi po të ishte, mendoj se do të ishte shumë herë më i kujdesshëm për të qëndruar në nivelin e unitetit kombëtar dhe jo në përçarjet e vogla politike momentale, të cilat nuk e ndërojnë askënd. Qartë. Mirë, zoja Lilej, ndjekim tjetër insert më pas rikthehemi për të ndalur tek Veliaj. Deputeti i Bundestagut gjerman Andreas Mayer është drejtuar qeverisë federale me një sërpytësh lidhur me situatën e kryebashkiakut të Tiranës Eriun Veliaj, i cili ndodhet ende në paraburgim pas 8 muajsh. Deputeti gjerman ka kërkuar sqarime mbi ndikimin që mund të ketë rasti i Veliajt në vlerësimin e procesit integrimit evropian të Shqipërisë dhe në perceptimin për gjendjen e sistemet drejtësisë në vend. Në pyetjen e tij, deputeti Mayer pyet se a është i njohur për qeverinë federale rasti kryetarit të Bashkisë së Tiranës Eriun Veliaj, i cili ndodhet në paraburgim, me sa duket për një periudhë jo proporcionale prej 8 muajsh, prej të cilëve 6 pa akuza, si dhe është njohur për qeverinë federale vlerësimi për Shqipërinë, sipas të cilit si sistemi drejtësisë atij ashtu edhe paditë ndaj kundërshtarëve politik dhe raportimet mediatike të njashme përdorin si armë politike për të eliminuar kundërshtarët politik dhe nëse po, cilat përfundime nxjerr ajo prej kësaj në lidhje me procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Deputeti gjerman i ka drejtuar qeverisë gjermane dhe pyetën a janë njohur për qeverinë federale raportimet mediatike, sipas të cilave ka ndërhyrjen e autonominë e pushtetit vendor dhe nëse po, cilat përfundime nxjerr ajo prej kësaj, edhe në lidhje me procesin e antarësimit të Shqipërisë në BE. Mirë, zoja Lilej, kur një deputet i Bundestagut ngre alarmin për një kryebashkiak pra shqiptar që mbahet sot 8 muaj në paraburgim, a mendoni se Berlini tashmë po dërgon një mesazh drejtësisë shqiptare apo po kthehet në një mjet politik? Shumë e drejtë pyetja. Zoti Veliaj është një nga politikanët e rëndësishëm në vend. Ai ka një histori të ngjitjes tij deri në këtë nivel ku është,
Dhe natyrisht që gjatë historisë politike të tij ka përdorur siç ndodh rëndom edhe lidhje personale, edhe lidhje institucionale për të dëshmuar pozitën e tij edhe aktivizmin e tij politik. Ky nuk është rasti i parë kur politikanët shqiptar ndjekin të njëjtën logjik. Ju kujtoj këtu që nuk ka ngel kryeministër apo kandidat për kryeministër të mos apo platformë politike që të mos kishte tentativën për të ndërtuar një aleancë politike ndërkombëtare paraprakisht për të mbrojtur në vend përballë shqiptarëve se e kanë mbështetjen e njërës palë apo të palës tjetër. Natyrisht që Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë vendi dhe vazhdojnë të jenë vendi kryesor i kërkesës për vëmendje nga ana e politikanëve shqiptar, por Bashkimi Evropian, Gjermania, Franca, Italia janë vende kryesore dhe në këto vende politikanët shqiptar kanë kërkuar gjithnjë të gjejnë mbështetje edhe për qaset caktuara të tyret personale politike. Ky është edhe rasti i zotit Veliaj dhe natyrisht që kushdo që gjendet përpara një procesi do duhet të respektojë parimet e një procesi të drejtë, ligjor, të ndershëm, të paanshëm, në mënyrë që secili, kushdo qoftë ai kryebashkiak apo kryeministër apo qytetar, kushdo qoftë, të gjendet përpara procesit në mënyrë të barabartë. Duke i thënë këto, edhe kërkesa e një përfaqësuesit Bundestagut mund të jetë legjitime në këtë aspekt. Ndërsa në aspektin e brendshëm politik dhe të lojës së brendshme politike, duket që zoti Veliaj është në përfundim, gjykoj unë, të karrierës tij politike dhe ose të paktën momentalisht kështu dhe disa shembuj politik të tillë janë në Shqipëri, sidomos për Partinë Socialiste. Kujtoj këtu rastin e zotit Tahiri, ish ministrit brendshëm, sepse ne harrojmë shpejt edhe na ikin shembujt se çfarë ka ndodhur, por edhe zoti Veliaj në të njëjtën vrazhd mendoj që është në fund të aktivizmit tij politik dhe është në fund të një procesi i cili ashtu siç e nisi, mendoj unë, ecurinë e tij politike, ashtu edhe po e merr mbrapsht të gjithë atë, po them, mendoj, mënyrë jo të drejtë, jo strukturore, jo meritore, nxitjen në politikë. Dhe duke thënë këtë dua ta sqaroj sepse këtë qëndrim timin nuk është se kam ndonjë gjë me zotin Veliaj në kuptimin literal, por e kam me mënyrën se si politikanët shqiptar ngjiten në majat e politikës pa kryer hapa të ngjitjes politike të brendshme brenda partive politike. Dhe këtu vim tek një problem shumë herë më i madh, kur ngjitjet në politikë vinë si pasojë e dëshirës qëndrimit apo ides personale të një individi, sigurisht që edhe rënja nga ai moment do të varet nga ai që ty të ka ngjitur. Nëse shkon në politikë si pasojë e aktivizmit tënd, i qëndrimeve tua, atëherë dhe mbështetjes që ti ke, atëherë nuk është në dorën e askujt që do të bëj asgjë, por është në dorën tënde që të përfaqësosh qytetarët. Ndaj rasti i zotit Veliaj është ky, ai u mor dhe u ngrit në majat më të larta të shtetit shqiptar nga zoti Rama, i cili sigurisht si një lider autokratik tipik Ballkanës nuk mund të lejonte askënd që t'i bënte hije dhe zoti Veliaj tentoi ta bënte këtë dhe mori mbrapsht atë qëndrim që në një kohë shumë të shkurtër e gjithë Partia Socialiste me një fjalë të zotit Rama ndryshoi qëndrimin ndaj zotit Veliaj. Kjo është keqardhje, por është edhe një mësim se si politikanët shqiptar, sidomos të rinjt që merren me politikë, që të mos e shikojnë politikën si një pragmatizëm momental, që të mund të ngjiten në një post apo në një pozicion, por ta shikojnë atë si një kontribut social, si një mision publik, përmes të cilit mund të shërbesh qytetarëve. Dhe këto jo me fjalë, por me vepra dhe me akte. Zoti Veliaj e mbylli karrierën e tij politike
në mënyrën më të shëmtuar, sepse ju pasqyrua e gjithë vjedhja dhe mekanizmi i vjedhjes në të gjitha dimensionet. Dhe tashmë e gjithë dosja e tij është publike dhe askush nuk ka nevojë më për prova për ta vërtetuar këtë. Ai sigurisht ka të drejtën e një procesi të rregullt ligjor që të gjykohet në mënyrë të anshme, të drejtë, duke respektuar çdo standard të këtij procesi. E qartë, por ajo që ne duham të besojmë, por sigurisht pyetja lind se a është SPAK i barabartë me të gjitha hetimet lidhur me politikanët të niveleve të larta, zotja Lilaj? Po nuk mund të jetë e barabartë. Po nuk mund të jetë e barabartë sepse faktet e dëshmojnë. Fatkeqësisht nuk mund të jetë i barabartë. Sepse ne kemi parë që për raste të njëjta ka qëndrime të ndryshme të SPAK. Qoftë për masat e sigurisë, qoftë dhe kërkesën për dënim, etj. Por kuptohet që mekanizmi është politik. Për sa kohë SPAK-u është tërësisht i kontrolluar nga qeveria, ai mbetet në humorin e kryeministrit dhe në nevojat e kryeministrit për të pozicionuar individë të caktuar apo institucione të caktuara në funksion të pushtetit të tij, sepse ndoshta nuk e thash, po le të bijmë dakord edhe një herë që pushteti i Edi Ramës sot është një pushtet absolut në kushtet e një demokracie fake dhe në kushtet kur ai ka ndërtuar një model politik autoritarist. Kështu që brenda kësaj logjike, dhe sidomos me ecurinë e SPAK-ut, nëse në fillimet e veta në një farë mënyrë u duk për qytetarët që pavarësia e tij ishte e fortë, tashmë varësia e tij, qoftë nga pikpamja financiare, edhe nga pikpamja procedurale, është e qartë dhe prandaj qëndrimet e SPAK-ut fatkeqësisht janë të diktuara nga qëndrimet e qeverisë. Qartë. Kur Berlini, zotja Lilaj, flet këtu për mungesë akuze, a duhet të shqetësohen vërtet institucionet shqiptare pra se po shkelin të gjitha standardet europiane që veti kanë nënshkruar në fundit? Po sigurisht, është shqetësim shumë i madh, por nuk është hera e parë që ndodh me Shqipërinë. Ju po të shikoni që të gjitha raportet ndërkombëtare që flasin për Shqipërinë e kanë dëshmuar gjendjen. Ata kanë qenë shumë të ftohtë, kanë dëshmuar se sa është niveli i korrupsionit, si përdoren gjykatat në funksion të pushtetit, cila është gjendja e procesit zgjedhor në Shqipëri, çfarë ndodh me administratën publike. Pra, të gjitha këto janë të dëshmuara në raportet ndërkombëtare. Qoftë Departamentit të Shtetit, qoftë Bashkimit Evropian. Pra, kjo nuk është një gjë e re. Problemi është se reagimi qeveritar, reagimi shtetëror ndaj këtyre raporteve nuk ka qenë i njëjtë, nuk ka qenë proporcion. Dhe ne prandaj mbetemi një vend i cili në të gjitha raportet prezantohet në mënyrë të tillë, ndërkohë që ne kryeministri i Shqipërisë prezanton arritje shumë të mëdha, të cilat ne nuk arrim të shikojmë se jemi shumë të verbër edhe nuk kuptojmë se çfarë ndodh me jetën tonë. Jetojmë në një parajsë të pa kuptueshme dhe ky është një problem deri diku i popullit. Në fakt nga ana tjetër qeveria gjermane gjithashtu ka lajmëruar se do ta ndjek me vëmendje pra rastin e zotit Veliaj. Mendoni se ky paralajmërim diplomatik vjen nga Berlini dhe nga ana tjetër nëse nuk ndryshon mund të ketë reagime më të ashpra ndaj këtij rasti? Po uroj ta ndjekin, uroj ta kenë seriozisht të çështje, por ta ndjekin nisur nga parimet themelore dhe jo nga individi. Pra, ka një problem. Çështja nuk është individuale, çështja është e zbatimit të parimit. Dhe nëse ata ndikojnë që parimi të zbatohet për zotin Veliaj, kjo duhet të ndodhë dhe për zotin Berisha, dhe për zotin Meta, dhe për gjithë politikanët e tjerë të cilët i gjenden sot përpara akuzave dhe përpara masave të sigurisë që ndoshta nuk i meritojnë në këtë proces. Pra ne kur flasim për parimin, nuk kemi parasysh individin dhe uroj që përfaqësuesi i Bundestagut të ndikojë fort që të zbatojnë parimet njësoj për të gjithë. Qartë. Mirë, Sepse shteti i drejtës synon pikërisht këtë, një proces të paanshëm dhe të drejtë ligjor,
ku siguria juridike e secilit është e garantuar. Qartë. Do doja të ndalesha pikërisht tek zoti Ilir Meta. Kreu i SPAK Altin Domani ka komentuar për herë të parë publikisht për arrestimin e ish-presidentit Meta, i cili u ndalua rreth një vit më parë me forcë, thuhet pra nga 10 policë, pasi GKK-ja caktoi edhe ndaj tij masën arrest në burg. Zoti Lila, ju si e keni parë? Ishte arrestimi i ish-presidentit Ilir Meta pra një skenar politik sigurisht për t'i dhënë edhe goditje opozitës nga ana tjetër? Po patjetër, po kjo është evidente. Kjo është evidente, kjo është shumë e qartë. Qoftë arrestimi i zotit Meta, i cili për hir të vërtetës nuk nderon askënd, asnjë polici në botë dhe asnjë polici, po them perëndimore, se në vendet e botës tretë ku nuk kanë, apo vende diktatoriale e kanë praktik këtë, por në vendet perëndimore me një shtet normal të së drejtës, ajo metodë e arrestimit zotit Meta ishte e papranueshme. Ashtu siç është për shembull arrestimi dhe masa e arrestit për zotin Berisha, sepse në fund të fundit të dy ishin personalitete politike të cilët nuk rrezikonin të iknin nga vendi. Gjykimi i tyre mund të bëhej në liri dhe procesi të vazhdonte të ndiqte të gjitha hapat deri në momentin kur ti ke akuzën gati për t'ju vërtetuar dhe për t'u ballafaquar në gjykatë. Këto janë po them procese që ndodhin rëndom në botën perëndimore. Gjyqe pafund ka presidenti i Shtetit Bashkuara sot Donald Trump, gjyqe pafund kishte i ndjeri Berlusconi në Itali, por ai as nuk u mor mas siguri arrest me burg dhe as nuk u trajtuan në mënyrë kaq brutale. Ndaj ato ishin tërësisht, pra i rikthehem edhe një herë, janë tërësisht epshe politike të kryeministit të Shqipërisë, i cili ka ndërtuar një sistem autokratik. Ai ndoshta nuk e kupton këtë për shkak se jeton në një pushtet absolut që ai ka, por e vërteta është kjo, që këto procese ishin tërësisht politike. Dhe zoti Domani do bënte mirë që këtë reagim t'ia kursente publikut. Sepse është shumë e qartë që prokuroria e posaçme në udhëzimet e saj dhe në proceset e saj është shumë e qartë se si orienton, se si organizon masat e sigurisë etj, aq më tepër për një personazh politik siç ishte zoti Meta apo siç është zoti Berisha, që kujdesi ndaj tyre duhet të jetë shumë i lartë, sepse në fund të fundit ata përfaqësojnë opozitën shqiptare dhe në minimalen e saj, edhe sikur të përfaqësojë 30-40, ata e përfaqësojnë një pjesë të popullit shqiptar dhe kujdesi ndaj edhe nëse ata janë të fajshëm, ndaj tyre duhet të jetë i lartë në mënyrë që të ruhet ajo që quhet drejtësi sociale, që është shumë herë më e lartë edhe shumë herë më e rëndësishme se sa dënimi i një individi të caktuar. Sepse këtu nuk po flisnim vetëm thjesht për zotin Meta si individ, por zoti Meta si një përfaqësues i një partie politike, apo nuk flasim për doktor Berishën si një individ, por si kryetari i opozitës shqiptare. Kështu që kujdesi ndaj tyre, jo për t'i falur, për t'i amnistuar, por në respektin që duhet treguar ndaj tyre. Dhe në rastin e zotit Meta kjo ishte flagrant. Në mungesa e transparencës ka krijuar gjithashtu, zotja Lila, ashtu si e dim, dhe shqetësim të publiku, por edhe tek partnerët ndërkombëtarë, ashtu si e pam, dhe heshtja e qeverisë ngret disa pikpyetje pra për përdorimin e drejtësisë si instrument politik dhe nga ana tjetër për të mbajtur edhe nën kontroll, po i shuaj edhe figurat që sfidojnë pushtetin aktual. Pse heshtje është pyetja ime, qeveria për 10 muaj ndërsa një ish-president vahej në burg pa akuzë të qartë? Po sepse është politik. Sepse zoti Rama me dy rivalet e vet politik, zotin Berisha dhe zotin Meta, nuk e ka vetëm thjesht çështje të ushtrimit të pushtetit. Ai është i garantuar në pushtetin që ka ndërtuar, por ai qëllimin e ka edhe tek eliminimi politik i opozitës. Më vjen keq që e them këtë fjalë kaq të rëndë dhe kaq të madhe, por që në mënyrën se si është organizuar sistemi politik në këto paktën 8 vitet e fundit,
dëshmon që zoti Rama nuk ka dashur dhe nuk do një sistem politik me një opozit kontrolluese. Pra, është fatkeqësi, është dhimbje e madhe kjo që them, por në fund të fundit, në historinë e njerëzimit ne njohim njerëz të cilët, lider të cilët kanë ndërtuar për vendet e tyre sisteme demokratike apo sisteme diktatoriale. Kështu që aty u marr një rast shumë interesant. Po, patjetër. Që dëshmon edhe qëndrimin jo të njëjtë dhe bot kuptimin jo të njëjtë të liderëve politik përtej anës po them politike. Në vitin 2007 Edi Rama në atë kohë në opozit refuzonte të merrte pjesë në zgjedhjet lokale. Për hir të asaj kohe që ishte çështja e certifikatave etj etj. Por unë mbaj mend një deklaratë shumë të fortë të doktor Berishës, që ishte njëkohësisht edhe kryeminist, i cili tha: "Unë nuk futem në zgjedhje pa opozitën, sepse vendi im nuk mund të jetë një vend monopartial." Dhe ky është një qëndrim prej shtetari. Unë nuk po përmend gjëra të tjera sepse ai ka secili lider ka momentet e veta dhe po them fajësitë e veta etj etj. Po ky është një moment prej shtetari dhe kur vim në vitin disa vite më vonë, kur zoti Rama u gjend përballë presionit të opozitës shqiptare për të mos marrë pjesë në zgjedhje, pra për të bojkotuar, në vend që të ishte shumë herë më i përgjegjshëm dhe të bënte gjithçka, opozita shqiptare të merrte pjesë dhe gara të ishte midis palëve, ai u fut i vetëm në zgjedhje. Kjo dëshmon instiktin e tij politik autoritarist për të qenit një shtetar që i synon ta ndërtojë demokracinë në vend. To janë momente të cilat janë kryqëale për demokracinë e brish shqiptare, sepse nga ai moment kur ai hyri vetëm në zgjedhje, zgjedhjet bashkiake kaluan votimet bashkiake, i dhanë një pushtet pa merituar në mbar vendin Partisë Socialiste dhe zoti Rama, dhe nga ai moment e mbrapa opozita shqiptare, Partia Demokratike pësoi një rënje shumë të fortë elektorale, për shkak se harta elektorale në Shqipëri, stratifikimi social në Shqipëri, mënyra se si njerëzit bëjnë politikë në Shqipëri, është e lidhur shumë edhe me pushtetin politik. Nëse ke pushtet absolut, e ke pamundur të kesh opozit. Dhe këtu jo të jetë doktor Berisha, po ju të merrni këtë doni ta vendosni në krye të opozitës shqiptare, shkencëtarin më të mirë, studiuesin më të mirë, njeriu më të pastër, përballë një sistemi i cili ka kapur çdo qelizë, e ke të pamundur të mund të ndërtosh një opozit dhe një qëndrim opozitar. Tani në këtë rast që po flasim, vetëm se nuk na vjen njëri që të na vendos prangat dhe thotë që keni qëndrim antiqeveritar, sepse këto lloj lirie të qenit jashtë për hir të fjalës nuk na e kanë cënuar akoma, por çdo gjë tjetër, në çdo qelizë, në çdo aktivitet të kujtdo, qeveria shqiptare ka pushtet absolut. Kjo është fatkeqësi. Kjo është një fatkeqësi e konceptit që ne duhet kemi për ndërtimin e sistemit demokratik në vend. Qartë. Mirë, zotja Lilaj, për të mbyllur, sepse jemi në fund, të mbyllur me pyetjen e fundit, pra me rastin e zotit Meta, i cili tashmë e dim të gjithë se është një moment kyç për kreun e SPAK zotin Altin Dumani, për të treguar nga njëra anë, pra nëse institucionet e drejtësisë funksionojnë pa presion edhe pa presion politik nga ana tjetër. Pyetja lind nëse dosja e zotit Ilir Meta është testi më i madh i pavarësisht se zotit Altin Dumani edhe SPAK sigurisht pra nga qeveria Rama? Po nuk mund të jetë i pavarur, sa po e tham. Tani nuk mund të zhbohen gjërat në këtë mënyrë. SPAK që nga momenti kur, të paktën prej një viti, kur po marr vetëm momentet e fundit, kur në një farë mënyrë edhe varësia financiare i kaloi pothuajse tërësisht qeverisë, SPAK nuk është më një institucion i pavarur. Na vjen keq, do të thonë, ne nuk mund të hedhim hy syve të publikut dhe të gënjejmë veten që SPAK mund të jetë një institucion i pavarur. Ai është një institucion tërësisht i varur nga
humoret e qeverisë, siç ka qenë vazhdimisht drejtësia shqiptare. Dhe me këtë nuk dua të them që edhe në periudhën e qeverisjes së Partisë Demokratike drejtësia nuk ishte në ndikimin politik të qeverisë. Por në atë periudhë kishte një gjykatë krimeve të rënda, e cila bëri disa lëvizje shumë të forta për të goditur krimin e organizuar dhe që Shqipëria pati disa përparime shumë të mëdha, kam parazysh vitet 2005-2007, përparime shumë të mëdha në drejtim procesit integrim Bashkimit Evropian dhe më pas u antarësuam dhe në NATO. Pra, ndërsa sot SPAK, bilancet e SPAK-ut sot janë minore përveç bujës mediatike dhe një besimi mediatik dhe popullor në fillim, tashmë është evidente që SPAK-u është në duart e kryeministrit. Tani që të presim ne që kryeministrit t'i ndryshoj humori për dy rivalet e tij politik, zotin Meta dhe zotin Berisha, unë mendoj që është disi futuriste, kështu që gjërat do vazhdojnë kështu fatkeqësisht deri në një çast kur shoqëria shqiptare të vetëdijsohet që sistemi politik demokratik nuk është një dhuratë. Demokracia nuk është dhuratë, demokracia është akt, është veprim, është pjesëmarrje, është përgjegjësi. Është përgjegjësi ndaj secili qytetar i Republikës duhet ta kuptojë se nuk mund na vinë gjërat në mënyrë të importuara, në mënyrë të gatshme që ne t'i aplikojmë. Por duhet të mbajmë përgjegjësi secili nga ne. E qartë. Mirë, zotja Lilej, kënaqësi t'ju kisha sot. Faleminderit shumë për gjitha informacionet. Kënaqësia e imja, shumë faleminderit për ftesën. Ju falenderoj shumë. Mirë, të nderuar teleshikues, tashmë kemi arritur në fund, do të bëjmë një përmbledhje se çfarë diskutuam ditën e sotme. U ndalëm tek polemikat mes Tiranës dhe Prishtinës, pra të cilat janë ndezur sërish pas protestës në mbështetje të ish-krerëve të UÇK-s në Tiranë. Lëvizja vetëvendosje i ka kërkuar që kryeministri Rama të kërkojë falje për qëndrimet e mëparshme para se të protestohej. Dhe Rama nga ana tjetër reagoi duke mohuar kështu pra politizimin dhe duke theksuar se nuk do të ishte pjesë e protestës, duke mbrojtur kështu sipas tij imazhin institucional. Dhe nga ana tjetër Partia Demokratike refuzoi pjesëmarrjen në protestë duke theksuar praninë të mundshme të kryeministrit vendit Edi Rama. Dhe nga ana tjetër Fatmir Mediu nga Partia Republikane konfirmoi se do të jetë prezent duke u vendosur pra kështu si një zë aktiv i mbështetjes për çlirimtarët. Dhe sigurisht në fund u ndalëm tek deputeti Gjerman Meyer, i cili ka kërkuar sqarime nga qeveria federale lidhur sigurisht pra me rastin e kryebashkiakut Erion Velia i shëndodhet në paraburgim prej 8 muajsh dhe 6 prej të cilave pa akuzë. Dhe kreu i SPAK Altin Dumani komentoi për herë të parë publikisht arrestimin e ish-presidentit Ilir Meta një vit më parë i ekzekutuar nga 10 forca policie. Ne me kaq po mbyllim për ditën e sotme, bashkë do të shihemi sërish ditën e martë.